Jam kundër mandatit 3, jo më kundër mandatit 4, dhe këtë nuk e them se kam kundërshtar Partinë Socialiste, apo jam kundër Edi Ramës. Unë këtë e them dhe për Partinë Demokratike. Unë jam një njeri që besoj tek demokracia amerikane, ata e kanë zgjedhur shumë mirë këtë problem. Kanë thënë 2 mandate, nuk ke qa jep më, bësh limon i shtrydhur, konsumohesh, duhen energji të reja. Një nga presidentet më të shkëlqyer për mendimin tim të Amerikës, Ronald Reagan, ju duhej Amerikës dhe për mandat 3. Se mi mori 2 mandate, ka bërë një nga fitoret më të thella. Po i thanë stop. Pra ky është ligji dhe unë gjykoj që në vende me demokraturë, jo me demokraci, si që jemi ne në Shqipëri, mandatet e treta e kthejnë kryeministrin në përbindësh në një monster politike, në një njeri i cili nga tejngopja e pushtetit kalon në arrogancë, sepse këta politikanët këtu nuk e shikojnë pushtetin si konsum apo si countdown, pra nga 10 deri te 1, po e shikojnë nga 1 deri te 10. Unë jam nga ata njerëz që e shikoj politikën si konsum. Pra, unë dita lexoj votën, në rast se unë refuzohem, nuk mund t'i bëhem dot çiban dikujt tjetër. Dhe prandaj jam kundër mandateve të treta, jo më mandatit 4 që ky njeri nuk ka ç'a jep më. Unë nuk e di që si ka mundësi që ky ka del para shqiptarëve dhe nuk ka i bilanc. Ti thot shqiptarëve kanë bërë 1, 2, 3, 4, 5. Po, ky mund t'i thot shqiptarëve kanë bërë diçka që ju kanë përzënë nga Shqipëria. Kjo është e vërtetë e madhe. Prandaj mendoj unë edhe pasaporta europiane si metaforë këtë rast nga ana ime shërben për t'ju thënë shqiptarëve, ju që nuk keni ikë nga Shqipëria, bëuni gati dhe largohuni për këtij vendi. Mirë, po keni